Në luftën e fundit, nga forcat ushtarake dhe para ushtarake serbe u vran mijëra civil, në mesin e tyre edhe shumë fëmijë, prej tyre edhe mbi 100 janë të zhdukur. Shumë fëmijëve që mbijetuan, përjetimi traumatik i luftës u shkaktoi ndërprerje simbolike të fëmijërisë, me qëllim që të dokumentohen përjetimet, rrëfimet e fëmijëve gjatë luftës 1998-99. Është themeluar një vit më parë Muzeu i Fëmijëve të Luftës, ku janë të ekspozuara artefakte e objekte, rroba, lodra, fotografi e vizatime që tregojnë përjetimet e tyre personale në rrethana të luftës e dhunës. Ekspozita Muzeut të Fëmijëve të Luftës në Kosovë na shpalos një rrugëtim në kohën e luftës në të cilin rrëfimet na dërgojnë te fshehja, ikja dhe emigrimi nën kushte ekstreme, te kampet e refugjatëve, përballja traumatike me humbjen dhe vdekjen, kthimi në shtëpitë e djegura, liria dhe kaosi që pasoi. Ne jemi në organizatë që punojmë shumë në fushën e ballafaqimit me të kaluarën edhe pikërisht në këtë nismë nuk kemi qenë të punu për vite të tona me radhë në mbledhjen e materialeve, mbledhjen e artefakteve në mënyrë që ta bëjmë hapjen edhe të muzeut dhe ta lansojmë edhe ekspozitën e parë të këtij muzeu që është titulluar kështu me një farë mënyre kreative dhe artistike si loja ndërprerje. Kjo hapësirë është hapësirë reflektimi, se sa e tmerrshme dhe sa e keqe është lufta, sidomos për gjeneratat e reja që t'u tregojmë atyre se rrëfimet e tilla nuk do të duhej ta përjetonte asnjë fëmijë kudo qoftë. Muzeu ka për qëllim që të dokumentoj përvojat e personave të cilët e kanë përjetuar luftën e fundit në Kosovë si fëmijë, edhe gjitha artefaktet që shihen në këtë muze janë artefakte origjinale, janë objekte të kujtesës, cilat janë të ruajtura dhe secili objekt e ka një historie, ka një rrëfim mbas vetes. Të gjitha të rrëfimet janë rrëfime shumë prekse, shumë emocionale, shumë të ndjera, të cilat e shpërfaqin mënyrën se si fëmijët e kanë perceptuar dhe kanë jetuar në kushte ekstreme të dhunës, në kushte ekstreme qysh është lufta, edhe ky muze pra synon që ta dokumentoj një pjesë ose ta nxjerrë në sipërfaqe në pjesë e cila zakonisht lihet harres kur flasim për luftën, pra kujtesa kolektive në Kosovë në një farë mënyrë është e mbizotruar nga rrëfimet që kanë bëjnë me luftëtarët, me narrativën për UÇK dhe narrativa të tjera dominante, ndërkohë që storjet, rrëfimet, përvojat e civilëve, sidomos civilëve cilët kanë qenë fëmijë në atë kohë me një farë mënyre kanë qenë të lanuna anash. E dim që mbi 1000 fëmijë gjatë luftës janë të vrarë, mbi 100 akoma vazhdojnë të rezultojnë të zhdukur fatkeqësisht. Prandaj për neve ka qenë shumë e rëndësishme që ky muze të dokumentoj, të ruaj, të përkujtoj përvojat e fëmijëve gjatë luftës. Koncepti i ekspozitës dhe emërtimi i saj me titullin Loja e ndërprerë u frymëzuan natyrshëm nga 10 rrëfime personale që gjatë luftës në Kosovë kanë qenë fëmijë. Si akt kreativ dhe nevojë zhvillimore, loja është kujtim tek i cili individët rikthehen gjithmonë. Loja mundëson ikjen mendore dhe realitetin ton dhe në të njëjtën kohë triumfon mbi dhunën e luftën, duke ofruar hapësirë në të cilat kreativiteti fiton përmbi frikën dhe pasigurinë. Në këtë muze ka rrëfime nga fëmijët gjithandej Kosovës, të moshave të ndryshme e në disa raste edhe të komuniteteve etnike që jetojnë në Kosovë. Krejt muzeu e dokumenton përvojën se qysh e kujtojnë, do me thonë janë përvoja të direkte të personave që kanë qenë fëmijë gjatë luftës. Kemi prej moshës 1 vjet e moshave më të shtyra, 16-17 vjeçar, cilët kanë qenë pra gjatë periudhës 98-99 kanë qenë fëmijë. Qëllimi jonë si organizat ka qenë që ta nxjerrim në pa
këtë pjesën e fëmijërisë së luftës, pra çush ndikon dhuna ekstreme, çush ndikon lufta në zhvillimin e fëmijëve, dhe për këtë arsye shumë prej këtyre objekteve të kujtesës, që siç e përmenda janë objekte origjinale, të cilat ne i kemi mbledhur në teren, pra janë objekte që janë të ruajtura për mbi 20 vite, edhe që personat që i kanë nda storjet e tyre i kanë nda këto objekte ose i kanë dhuru këto objekte për muzeun, edhe në këtë mënyrë përmes këtyre objekteve tregohet një rrëfim pak më i gjatë i asaj se çysh këta persona që tashmë janë të rritur, çysh e kanë përjetu luftën atë kohë. Kemi lodra, kemi fotografi, kemi vizatime, edhe në njëjtën kohë muzeu si një hapësirë alternative e kujtesës e ngërthen edhe artin modern, do të thoja, përmes disa instalacioneve të ndryshme, të cilat ne i kemi paraqit këtu, edhe çështja ose përvoja e qëndrimit të fëmijëve në për tenda ose në për shatore, në momentin kur ata i kanë lëshuar shtëpitë e tyre dhe kanë dalë si refugjat në shtetet përreth. Për këtë arsye kemi dashur që muzeu me pas një tendë të tillë, edhe me përvoja vizitorëve këtu me qenë sa ma e përafërt me përjetimin që fëmijët e kanë përjetuar në atë kohë të luftës. Gjithashtu në këtë muze janë të ekspozuara edhe vizatimet e fëmijëve që kishin qëndruar në një nga kampet në Shqipëri. Vizatime këto domethënëse, duke shprehur përjetimet e tyre të rënda të dhunës. Këto janë vizatimet origjinale, pra, cilat janë dhuru nga një mësues nga Lezhë në një kamp. Këto janë vizatimet cilat janë bërë në një kamp në Shqipëri nga fëmijët kosovar që kanë qenë refugjat në atë kohë, edhe në kamp sigurisht ka pas aktivitete ndryshme që janë organizuar për fëmijët, aktivitete kulturore, edukative, edhe fëmijët, disa prej këtyre vizatimeve që i kanë bërë fëmijët në vitin 99 në kamp në Shqipëri, ne i kemi marrë dhe i kemi paraqit këtu. Një prej punimeve është edhe punimi i artistit të njohur ndërkombëtar Petrit Halilaj, është ky punimi këtu. Edhe na sigurisht që jemi shumë të nderuar që e kemi punimin e Petritit këtu. Petriti ka qenë 9 vjeçar në atë kohë në kamp, bashkë me fëmijë të tjerë kanë bërë këto piktura që e shpërfaqin imagjinatën e fëmijëve, që gjitha këto punime ndërlidhen me atë se qysh e kalon Kosovën të djegur fatkeqësisht fëmijë 5, 7 e 9 vjeçar. Imazhet që i prezantojnë këto janë imazhe të një dhune brutale. Ekspozita është kuruar që të jetë multivokale, ashtu që secili zë të flasë prej pozitës e vetë shoqërore dhe në kontekstin historik, pa i nënshtruar ndonjë narrative kuratoriale që theksin e vë mbi antagonizmin e përvojave. Nëpërmjet rrëfimeve të përvojave të fëmijërisë, ekspozita synon të kontestoj pabarazit, marginalizimin e grupeve shoqërore, si dhe të përfshi sa më shumë perspektiva. Krejt fokusi i përkujtimit është fokusu në të vrarët, në ata që kanë përjetu dëme shumë të mëdha, që patjetër që ajo duhet të kujtohet, mirë po ne mendojmë që edhe këto rrëfime tjera duhet të kenë hapësirën, edhe duhet të kenë këtë vëmendjen publike në mënyrë që ti shpërfaqin përvojat e tyre, sepse secili person që e ka përjetu luftën e ka një rrëfim, e ka një përjetim, edhe nëse ata dëshirojnë që ta ndajnë këtë rrëfim me pjesën tjetër të publikut, ne do duhet krijonin hapësira të tilla. Një vit pas hapjes së tij, Muzeu i Fëmijëve të Luftës në Kosovë vazhdon të mbetet një hapësirë e rrallë kujtuese, reflektimi dhe ballafaqimi me të kaluarën. Në përvjetorin e parë të ekzistimit, ky muze jo vetëm që dokumenton përjetimet e fëmijëve gjatë luftës së fundit në Kosovë, por edhe sfidon heshtjen institucionale ndaj këtyre rrëfimeve, në mungesë të përkrajës së qëndrueshme financiare, rreziku për funksionimin e tij mbetet real. Megjithatë, misioni për të ruajtur kujtesën kolektive dhe për t'u dhënë zë fëmijëve të luftës vazhdon të jetë më i domosdoshëm se kurrë.